Puna për mbërmbajtjen e rrjetit të kanaleve vadice dhe kulluese në bashkinë Lushnjë vijon me ritme të larta. 4 mjete ekskavator të Drejtorisë së Pasurisë Publike janë angazhuar prej disa muajsh në terren, duke ndërhyrë në zonat bujqësore të Myzeqes për pastrimin e kanaleve që shërbejnë si për kullimin në dimër, ashtu edhe për vaditjen gjatë sezonit të verës. Aktualisht puna është përqendruar në kanalin kullues që nis nga fshati Kashbardh drejt fshatit Qerret me një gjatësi prej rreth 2000 metrash linear. Ky kanal konsiderohet jetik për fermerët e zonës pasi siguron largimin e ujrave gjatë stinës së dimrit e furnizimin me ujë për vaditje gjatë verës. Për rëndësinë e këtyre ndërhyrjeve dhe planin e punës në terren, flet përgjegjësi i sektorit të ujitjes dhe kullimit pranë Bashkisë Lushnjë, Renis Muço. Sektori i ujitjes dhe kullimit në Majtë Pasurisë Publike Bashkia Lushe ka filluar punën prej muajsh. Këtu jemi në njësinë administrative Fjeshegan, më saktë në fshatin Qerret. Jemi duke pastruar kanalin kullues me gjatësi prej 2 kilometrash, i cili kullon tokët të fshatit Kashbardh, të kodrave të Kosovës edhe të fshatit Qerret. Si fermerët në këtë sezon verë kërkojnë ujë sa më shumë për tokët atyre bujqësore? Po, jemi në gatishmëri në çdo kohë me mjetet tona për të pastruar dhe rehabilituar çdo lloj kanal ujitës në mënyrë të çojmë ujë fermerëve. Ko puna vijon dhe në fshatin Imësh, ku po pastrohet një kanal vaditës me gjatësi rreth 3000 metra linear. Ky kanal shërben për ujitjen e tokave bujqësore të fshatrave Imësh, Gjonas, Bubollim dhe Halilaj, zona të njohura për prodhim bujqësor. Sipas Bashkisë Lushnjë, ndërhyrjet do të vijojnë gjatë gjithë sezonit veror në çdo sektor të rrjetit vaditës dhe kullues, me synimin për të garantuar furnizimin me ujë të parcelave bujqësore në një periudhë kur temperaturat e larta e bëjnë vaditjen të domosdoshme. Fermerët e zonës e vlerësojnë këtë investim si një ndihmë të rëndësishme për mbarvajtjen e punëve në bujqësi. Banori i fshatit Imësh, Cas Mitri, falenderon Bashkinë Lushnjë dhe sektorin e ujitjes dhe kullimit për punën e kryer. Që po bëjnë kështu, që të vjen ujë që kështu janë të bllokuara komplet. Ka një vjet u pastruan përsëri, por prap ferrat e kanë zënë dhe kallema, bin çdo lloj gjëje këtu. Prandaj është detyrueshme që të bëhet pastrimi, që të vjen ujë në fund ku marrin të tjerë se nuk vetë ujë pengohet nga kallema, nga ferra, nga pirra, çdo lloj, domethënë meteorina që kanë hedhur njerëzit brenda. Edhe prandaj detyrohen pastruar që të vejnë ujë në vendin e caktuar. Bashkia e Lushnjës megjithatë ka marrë vendimin që të bëhen pastrimi i kanalit vaditës. Në çdo vend që të vaditet ujë. Uji nuk ka munguar, uji ka vazhduar gjithmonë në këtë kanal që jam unë të afër. Vazhdon uji, ka vazhduar tërë beharin. Po tani ka pengesën nga ferrat. Tani pastrohet me ujë vend që njerëzit nuk janë penguar, domethënë kanë vaditur.